fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika. In my lovely motherland, peace and song of life and joy. Happiness I had nowhere, no girl, no boy. Happiness I had nowhere. We have never hurt a man, always watched our dear. Profesor Tahiri Sufaj, I lindur në vitin 1954 në Junik, shkollën fillore Jusnit Dobruna ka mbaruar në Veldindje për të vazhduar dhe mbaruar shkollën e mesme policore në Kamenis të Sremit në Novi Sad të Vojvodinës. Studimet në Fakultetin për Kulturë Fizike I ka mbaruar në Sarajevo në vitin 1973. Pastaj ka përfunduar 2 mastere, një në sportet luftarake dhe një për mësimdhënie. Tahiri, në rinin e tij ka qenë judist I dalluar dhe antari reprezentacionit të Ish-Jugosllavisë në vitet 1972-1975. Në vitin 1976 ka themeluar klubin e judës në Prishtinë, në kuadër të policisë së Kosovës të asaj kohës. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte. Baca Tahir fillimisht ka punuar në policinë e Kosovës në njësinë e veçantë, në vitet 1969-1979. Pastaj ka punuar si mësimdhënës në gjimnazin Vëllezërit Frashëri dhe në shkollën teknike Tafil Kasumaj në Deçan në vitet 1980 deri në luftën e fundit. Pas lufte, nga viti 1999 ka vazhduar në mësimdhënie në shkollën e njëjtë teknike në Deçan për të zgjedhur më vonë kryetar I parë I komunës së Junikut në vitet 2005-2009, ku njihet edhe si themeluesi I kësaj komune dhe njëkohësisht ka punuar në Fakultetin për Kulturë Fizike në Kolegjin AAB në Prishtinë, ku vazhdon edhe sot të ligjërojë. Nga aktiviteti politik është angazhuar fillimisht në Zvicër, ku ka qëndruar nga viti 1990 deri në vitin 1995 si veprimtar I LDK-s për Mërgatën. Pas kthimit në Kosovë, në vitin 1997 zgjedhur antari kryesisë së LDK-s për degën e Junikut dhe në vitin 1999 është zgjedhur kryetari I kësaj dege. Aktualisht është antari I degës së LDK-s në Junik. Në vazhdim, do të prezantoj historikun e veprimtarisë dhe bardhësve të funksioneve në kuadër të LDK-s nga fillimi si nëndeg e pastaj deg në vete e LDK-s. Në mars të vitit 1990, në Shtëpinë e Kulturës në Junik, është zgjedhur Këshilli Nicues për formimin e nëndegës së Junikut. Në këtë përbërje, Uk Haxhiaj, Afrim Kuqi, Muharrem Kuqi, Agim Maka, Bajram Hoxha, Mal Kuka, Sadik Miroci, Kadri Shala dhe Ibish Krasniqi. Kryetari këtij këshilli me votë unanime është zgjedhur zoti Agim Maka, tani I ndjerë. Kuvendi I parë zgjedhor I LDK-s në Junik është mbajtur më 10 tetor 1990 në odën e Ibish Krasniqit, ku kryetari I kësaj nëndege zgjidhet zoti Kadri Shala. Antarët e zgjedhur të kryesisë ishin Raze Maka, Agim Maka, Ibish Krasniqi, Nimon Topaj,
Uk Haxhiaj, Bajram Hoxha, Hysen Gjota, Muharrem Kuqi, pasuar më pas nga Haxhi Kreku. Në ndërkohë, kjo nëndeg u pavarësua nga dega në Deçan dhe mori statusin e degës së LDK-s për junik. Kuvendi i dytë zgjedhor u mbajt në tetor të vitit 1993 në odën e Ahmet Knushit, ku kryetaru zgjedh Agim Maka, sekretar zoti Kadri Shala dhe antarët e kryesisë Ibish Krasniqi, Nimon Tafaj, Hysen Gjota, Haxhi Kreku e tjera. Kryetari i forumit rinor të LDK-s ndër vite ishin në 1990-1992 zoti Agim Krasniqi, në 1992-1996 zoti Blerim Isufaj, në 1996-1999 zoti Shpejtim Gacaferi. Le ta ndjekim në vazhdim bashkë bisedimin e zhvilluar kohë më parë në junik me profesor Tahir Isufaj. Ndodhemi në junik, nuk ndëgjuat gabimisht, në junik, në këtë vend shumë të veçantë, në këtë vend me plot histori dhe veçanti për shqiptarët dhe Kosovën. Çka e solli autorin e emisionit Fakte në junik? Po dhe junik është i Kosovës, edhe pse ka mbet kaq vonë me u prezantu në emisionin Fakte. Kjo jo për arsye të autorit e emisionit. Autori e emisionit ka bërë disa përpjekje për ta mbuluar me përshkrim të ngjarjeve, si që ju dini ciklin e emisioneve, Juniku 1989-1999. Dhe pas disa përpjekjeve arrita ta takoj mikun tim, bashkë veprimtarin tim mund ta quaj shumë lehtë, dhe njeriun që ka kontribute të jashtëzakonshme për komunën e Junikut dhe në përgjithësi për çështjen e Kosovës. Ai shquhet me shumë aktivitete për hir të shikuesve dhe kurreshtis tyre. Qysh në fillim do t'ju them se dhe do ta përsëris, sepse në intro të këtij emisionit ju e pat që flitet për një njeri të veçantë dhe një njeri me arritje në shumë disiplina. Për ta konkretizu, ky ishte reprezentues i Jugosllavisë, edhe pse perandori ishte ajo, por në atë kohë, për shkak të garave dhe për shkak konkurrencës, të jesh reprezentues në një sport në Jugosllavi, do të thotë që ke për masa ndërkombëtare. Dhe ky ishte për disa vite reprezentuesi judos në reprezentacionin e Jugosllavisë. Kjo është ajo që deshta ta them këtu në junik, të tjerat i dëgjuat më herët. Dhe flitet për mikun tim dhe njeriun që asnjëherë nuk ju nda veprimtarisë për çështjet Kosovës, dhe ky është Tahir Mehmet Isufaj. Po të thëmë Baca Tahir, jo për shkak të moshës, sepse me moshë jemi qatu ngatë, po në kuptimin duga gjinas të fjallës, mirë se erdhe në misionin Fakte, mirë se ka marrë një unik në këtë vend që na mjekëpriti. Faleminderit, edhe mirë që keni ardhur, e shpresoj që nuk do t'ju shikënej. Baca Tahir, unë të njoh mirë, ta di veprimtarin me pas bashkëbisedimit do ta bojmë pak një garë. Ti e din se unë jam marrë me karate, ti me judo, tash jam përzi këto sporte, do t'i kem do kacafytje sportive. Pak. Tash po lejo, ti judes të unë karateste, hajde të këshyrim qa po bohet, të këpo bohet. Ti e din se jam marrë dhe preokupimi jam ka qenë siguria rrugovës. Me një rast, ma bëjke më se më hanin sy, se edhe unën të rëdzum, edhe ona një, ku të shavet me veti, ku shë jep në i grësht më rëtë rëdzum, po i ka pas dur shumë të forta. Po konë, edhe thëjke më se më hanin sy. Tahir, viti 1989-1990, kjo është një dekadë shumë interesante për shqiptarët dhe për Kosovën, sidomos. Kanë ndodhur shumë ndryshime të mëdha edhe në aspektin global. Fjala vjen është përfundimi i luftës së Toft, është çështja e abrogimit të autonomisë të Kosovës, është rënimi i murit të Berlinit, në një anë hegemoni serbe, pushtim total, në anën tjetër një homogenizim i shqiptarëve si asnjëherë në histori. Ku je ndodh ti dhe me çka je mirë në fillim vitet
e viteve 90-ta? Po kuptohet, unë në atë kohë kom punu në arsim në 2 shkollat të mesme në Deçan. Në Gjimnazi Vllazër Frashëri edhe në shkollën teknike në Deçan. Si mësimdhënës? Si mësimdhënës, po. Qysh i ke pa këto lëvizje tani? Fjala vjen në këtë periudhë ka pas një pretendim pak ma radikal. Në anën tjetër u formue një parti politike, të themi që me primesat një lëvizje lidhja demokratike në kry me Ibrahim Rugovën që e mori përsi për barën e shtyrjes procese për para dhe më mendoj që me sukses arriti. Qysh e ke pa në përgjithësi ti prej kanë vështrimit tëndë këtë dukuni tani të popullit homogenizum edhe rreth një entitetit LDK-s, ku fjala vjen çdo aktivitet së bashku me Këshillin për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, me sindikatën e pavarur, me lëvizjen e pajtimit gjatë, disa parti tjera si Partia Republikane, Partia Fshatare, Liberale, Parlamenti Rinor, Partia Parlamentare, ka pas domethënë disa, e kam pas marrë barën e heqjes seneve përpara. Si e ke pati nga kanë vështrimi jut, një njeri i ri, një njeri me përvoja jo të munguara, si e ke pa ecurinë e popullit edhe çështjes tonë? Drejtën me thonë, unë edhe gjeneratat e mia pothuajse në atë kohë ka qenë jeta, nuk e kemi ditë gjithmonë shka na pret e nesërmja. Mirë po, fatbarësisht ne në atë kohë kemi pas një qëllim edhe një dukuri, kështu që është pa dhe jashtë, që faktikisht ne kemi qenë në një farë mënyrë në burojen edhe në organizimin posaçërisht të lidhjes demokratike të Kosovës edhe të liderit tonë. Lideri janë ma mërmenja që asë gjumë natën s'ka bo, se ka pas obligimet mëdha, kështu morale obligime. Fjallë me këti për Ibrahim Rugovën? Po, kuptohet. Një lidera kem pas. Edhe jemi me fat qëto generatat që i përmenet të pej 80-shit, 90-shit, jemi me fat që në atë kohë jemi edhe bashk organizator, edhe bashk mbështetës, edhe pothuajse kemi qenë si dore djathtë nashta të liderit tonë, se kemi pas besimin absolut. Në këtë kohë ty realitetit ka gjetë në Zvicër dhe ke ndajtë për disa vjetë. Po. Në këtë kohë aktiviteti LDK-s ka qenë i shfaqën edhe në mesin e mërgjimtarëve. Mos të tonë diasporë, se edhe Rugova ato i ke mos i thunë, se diasporë fjallë e pa kojshme, është fare humbur. Dhe je angazhu rreth, ke qenë veprimtar i lidhjes demokratike të Kosovës atje. Me qka jeni marrë ju kryesisht, do më thonë, për këtë periudhë, disa vjeqare që ke qenë atje? Në qëtë kohën, nashta unë jem kohën pak, edhe nashta dhe fatë kom pasë, dhe që ashtë ishtë që pej një organizimi të përditshëm këtu, po thuj se e njëjta gja o këqyr edhe o zhbartë edhe në diasporë, ose në mërkim. Edhe menoj që edhe aty sa do kudo të gjithë ata që kanë qenë ashtu kujdestar të familjeve të veta, e kanë pas problemin e madhë, nështë atje kanë punu mirë, po gjithmonë matë i kanë pas, qësh kur po kërset, shka po bëhet, tek po bëhet, edhe ma mërmenja që në atë kohë edhe atje imi gjithë mirë. Bile, unë gati këm pas merita nështë ashtu minimale, se jo ashtu që nuk jemi orientu vetëm një degë, po në qatë kohë, parapërsisht në 12 qytete, pak ma të mëdhaja, në Zvicër, po thuj se të njëjtën kohë kanë qenë të formume. Në atë kohë, Mërgata ka qenë, si që dihet,
e organizuar disa klube të ndryshme, në për këto klube ka pas edhe interferime të ndryshme, por LDK-ja definitivisht është avangard në organizimin e mërgatës në përgjithësi dhe ka kryer një punë shumë të mirë. Shumë e vërtetë është. Dhe pastaj ti e ardhë, je kthye në Kosovë. Po, unë kom shku për një kohë të shkurt, kom shku edhe ashtu. Në vitin 1997, Tahirin e shohim antar të kryesisë Lidhjes Demokratike Degës së LDK-s në Junik. Na thuj tash, kene takove këtu, me ken ka bashkëpunu edhe në përgjithësi LDK-ja me ken personifikohet me emna, fjala vjen, dhe më thonë që dijen emnat si rasti Agimakës e tjerë të ndjerit. Na i përmend edhe disa emna që mundesh me i mbajt në mend, po edhe aktivitetin tënë vitin 1997. Po, unë drejt më të thonë edhe për para jo marrë me aktivitetet edhe këtu, atje në një farë mënyrë më ka shku mirë, për shkak që dhe din një qytetë, din si kanë thonë, këtu e zbërë në sanë, unë këmë thonë, jo, nuk bën me kalu e qytetë, na po shkojmë, po bisedojmë me ta, qoftë se na pranojnë, qoftë se na pranojnë, na kthejmë në qytetet ku kemi filluar. Kështu që aty është po një mirë e madhe ka qenë, për shkak se ndoshta në qatë kohë, pikërisht në qatë kohë, ma shumë është punue atje, se sa që do është këtu me pas ma shumë punë, atje në ka shku mirë, s'kemi pas probleme, edhe kemi bërë një organizim të jashtëzakonshëm. Çka mundesh më na thonë si aktivitet tash në komunë të Junikut të LDK-s në vitin 97 kur ke arti, dhe ndojamën eventualisht që keni bashkëpunuar. Kush ka qenë kryetari i Degës kur ke arti 97? Ose edhe më herët ndoj veprimtar ndajamën që kujtohet? Ka qenë Agimaka. Agimaka pas ndjes miku im i madh dhe një veprimtar i dallum i kësaj janë. Unë kom pas raportet shumë të mira me to, se kem punu kohë gjatë me to, po edhe ai ka qenë një mendje në drejtën shumë. Për ndryshe unë e kom edhe ka familja të afërt që dojnë na ka pas neve. Edhe plus shok shumë vjetë me to. Tjerë, në emën tjetër? Pa i ka emën. Edhe ma herët që kanë qenë, ose në qatë periudhë kur ti e konë? Jo, është një aktivist i mirë edhe një kadrishala. Ka qenë mësus në shkollën fillore. Po, është baba i shpektimit ka qenë. Po, veprimtarit dallum, djali i ri dhe është aktualisht kryetari i asamblesë, do me thonë komunale. Po, kjo është, edhe kjo tash është shumë një vend, me gjitha, mirë shumë. Tahir, në përgjithësi jeta në kohën kur je kthye prej Zvicre, ka kontestuar kryesisht në aktivitetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ka pas komisionet e vetë. Komisionin për informim, për shëndetësi, për arsim, ka pas komision për mbrojtje, vetë mbrojtje, e kështu me radhë. Çka mundesh më na thonë për aktivitetin në përgjithësi, që organizu shkollimi këtu, shëndetësia, po edhe do aktivitete sportive, në qatë gjendje të pushtume. Çka mundesh më na thonë vitin 97 kur ti ke qenë antar i kryesisë? Unë kur kom qenë antar i kryesisë, normalisht jo vetëm unë, po kretë kryesia ka pas detyrat që jemi pajtu e kemi marrë për shembull në takim, edhe faktikisht secili ka pas obligimet që ju ka përkushtuar aty në takim, me realizuar për një kohë sa më të shkurt, se atëherë nuk u pret ke fort mirë edhe kështu, edhe nuk u di e nesër me ashka sjellë. Kështu që besoj që ja kemi arrit aty rreth organizimeve, rreth shumë seneve, edhe në një farë mënyrë në këtu në Junik nuk kemi pas fort nga tresën me zvetje, se ato janë sa më shumë nga tresën me zveti, po jena të shkojnë kundërshtarit. Edhe kështu që, dhe më thonë, aty edhe në atë pikpamje Juniku ka qenë mirë.
nuk kem pas adin nëj hatërmetje, nëj ngatëres, kështu familjare, dhe për ata ka qenë pak ma letë të na. Si është organizue shkolla? Edhe shkolla është organizue, ka qenë një organizim jashtëzakonshëm i mirë edhe aty për shkak që janë angazhue të gjithë arsimtarët, kuadri arsimor, studentat, besa kanë thonë dhe ata ndihma, s'kanë mujtë me shku në Prishtinë, dhe më thonë që aty kuj kanë zonë puna, që aty kanë vepruhe. Kështu që në atë kohë, ne faktikisht nuk e kemi hu pas një orë. Kështu se në ka do ka ja punë primare edhe kështu besoj që edhe nxënësat në atë kohë nuk kanë pas në shprasti të mos dijes, po programet i kemi zhvillu. Krejt kjo ka pas në implikim financiar. Megjithatë na jemi konë të pushtum, po ty edhe pa lek s'ke mujtë me jetu. Ka i ka siguru e LDK-ja, ka kanë ardhë lekt në ndurt e veprimtare të LDK-s, komisioneve që janë shpërnda mandej për aktivitetet ndryshme. Na kem pas edhe një komision, kështu nivel të fshatit në atë kohë, që edhe ka qenë një komision që o marë me atë puna. Ka kanë ardhë lekt? Po lekt kanë ardhë kush shka ka, kontribute? Po, kontribute, se s'kem pas tjetër. Edhe mërgata kanë ndimu? Mërgata kanë ndimu, po, shumë e vërtet. Kryetari i komisionit për mjetet materiale ka qenë Ibrahim Gacaferi. Indjeri. Prindi i shpëtimit, që është aktiv tani derisa ne po flasim. Edhe muna me thonë që se di, adin tash për shembull dikush që ka pas mjete, adin që ka pas gjendën pak më të mirë, ai s'ka marrë rrugë, adin ka qenë një farë rrugë minimale. Ka qenë edhe i organizuar sistemi 3%-shit apo jo? Po, 3%-shit, qashtu është. Kanë edhe prej qendrit, do me thonë, ka subvencionua, po ka ndihmue. Po, ka pas. Që, do me thonë, edhe në këtë aspekt është mirë që s'na kanë zonë nga fillë. Shëndetësia që shë organizu? Ka pas ndihma shoqata Nona Tereze e tjera? Po, ka pas ndihma që shtu edhe pak në një farmjërë ka pas edhe mjetë të kështu për qendrës, adin për se ka pas rastet, jo plagosje, jo ka pas probleme. Adin që pa mjetë materiale është konë problem, më bona i aktiviteti mirë. A muj me folë për na i farë aktiviteti sportiv në atë kohë? Unë mundë me folë, për shembull Joniku i ka pas një klub jashtëzakonisht mirë të futbollit. Edhe drejtën me thonë, na kështu si aktivista, si sa, shpesh e kemi, kur e kemi pas që njerëz të adin veç folin për lufte për sanë, adin jemi mundue me dhe aktivitetet për shembull në aspektin edukativ, mu organizue qoftë me lojnat ndryshme, qoftë me musafirë të rrethe që tu, adin se jashtu, edhe pak sa do kujdo me majt pak situatën. Edhe një komision për informim ka egzistuar, dhe me thonë që ka registru situata dhe i keni që informatat në qender? Po, në qender, po. Në këtë kohë, tahir, keni ardhë gjdo të premte në ora 11 keni pas një takim me kryetarët e degëve të LDK-s, gjithandej Kosovës, me kryesin e LDK-s dhe Ibrahim Rrugovës. I keni pas zakon do bloka i mashit e shënëshit. Qka mërshit shënime? Qa u zhvilloj këtë që të në qatu takime me Rrugovën? Në përgjithësi, unë mendoj që me qenë se kom dëbaja adin edhe me shkollim që shtu adin këtë qashtin në sigurisë, po muna me thonë që ligjeratat për Rrugove, kur i kemi marrë në atë ditën e premte, adin, me siguri që unë i kom pas edhe profesorët adin kështu të aspektin profesional shumë të fort atje, po ato që a thëjke Rrugova, jam kaloj ka aty në krejnë.
Dhe qka, ju I mërshit diçka si informata, si sugjerimi, qka bëjshit me ato informata? Ishit një nik dhe antarësist tash ja të tërgojshit? Aktivistët aty kishim takim në. Si kryshim takimin atje të premtës, ose të premtën promi, ose të shtunën, deri ka mesi ditë u deshke për me krye në misionin. Ku shkaj ka atje? Ta herë, edhe solidariteti ka qenë kogjarë, dhe me thonë, familja ndimon familjen. Shumë nivel ka qenë. Shumë nivel. Posa që është një nik, kur s'kem posa, asë një ngjetë që kumë s'na ka. Ta është du me të abo një pytje drejt për drejt. Sa ke qenë në kryesit LDK-s dhe I një marë me jetën, bile rrugova të kjo së politikë vre na me jetë po mirëm. Po. A e ki sot, kur po flasim ndërgjegjen e pastër, që asë një familje e Junikut nuk ka hjek për bukën e gojës? Punët është Junik pak ka pas familje me antarë shumë atë. Po, ku kemi ditë që ka probleme, na kemi intervenu. Sepse kjo ju intereson, sidomos generatave të reja, qysh ka funksionue gjallënimi, që tojnë, qysh se njerëzit atër nuk flitet për një ekonomi, për një zhvillim, o folë për bukën e gojës. Në egzistu. Në kuadrë, në përgjithësi strukturës LDK-s edhe këtyne komisioneve kanë qenë, ta herë edhe disa komisione për siguri. Kryesisht kam ledhe informata, njerëz, struktura, a ka qenë edhe një Junik e zhvillume kjo? Si e emna, keni pas njerëz që në rast një mobilizimi dite e me emën e mbi emën, jonë konë koordinator Anton Kola, Recep Gjergji, atje në qender, këtu a keni pas njerëz që jonë marrë me këtu sene? Po, kemi pas. Kuadrë që dëkës? Kuadrë që dëkës. Qa konë detyra e tyne komisioneve për siguri? Po, drejt më thonë, ata në një farë mënyrë, pak nështë kanë qenë ma të kujdeshëm adin me këshyrë kush po hinë, kush po dele, kush me kanë po rrinë, qëto, kërësisht qëto jërë ati. Në këtë periudhë, ka pas prezencë policisë gjithandej, ka qenë një punkte, ka pas këso punkte gjithandej. Qysh është sjellë policia dhe qysh e keni te I kalu ju qatë konflikt, po flasë për këtë periudhë, para lufte më përgjithësi? Po dhe policia, po zakonisht policia vendose, për shemë, vendose, na piqujmë se ata që janë Junikut kajta, po në një farë mënyrë këtu nuk e në konë për të cilët e grasët. Në vitin 97 ka qenë vik pëthuj pranë luftës. Po. Politika udhëheqëm prej Rrugovës, ku e afirmoj qashtin e Kosovës dhe e qoj Kosovën këshill të sigurimit. Për të këshillet sigurimit nuk ka institucion që ka mujtë vetë në honë me pasu. Një shuplak nëse o dhonë Junik, prej policisë dhe ushtrisë, për 2 orë ka marrë vesh krejt bota. Dhe krejt kërë zhvillim ka qenë sajt politikës të udhëheqëm prej ti. Dhe rezultat I politikës ti kemi ardhe I të miti I plumit dhe luftën të cilën ai kur njetë nuk e ka muhue. Ai nuk e ka favorizue, por si luft dhe si ndodhi, ai e ka parapoj pari dhe kalshue në projektin e vetë politik shumë postulate, kur të mbrohet pragu I shtëpis për shamë, që është një thënie epike, sepse ai ka thonë njeriut duran dhe mundet me te I kalu një situatë, po kur t'i vjen shpeja, atër pragu I shtëpis mbrohet. Dhe shumë betejat më dha, dhe shumë luftat më dha, dhe shumë vrasjet më dha kanë ndodhë kryesisht në përoborët shpijave. Fjala vjen nëse shohemi në këtë aspekt dhe në epopene e prekazit, asë një plumë prekaz nuk o shkrep 20 metra jashtë shpis, që do të tëtë doktrina e Rrugovës të mbrohet pragu I shpis, aty mas tepërmi është zbatue. Dhe Juniku me veçantin që ka pas edhe geografike, po edhe politike dhe si vend shumë strategjik në përgjithësi edhe si relefe, si kufije, ku ta diun, ka qenë e organizume dhe kanë fillu e aksionet e para, si me thonë, 97, 98 dhe një luft e hapën vitin 99. Pas ata vitin 97, ku të gjonë ty tani në aspektin e luftës? Sepse LDK-ja ka qenë krejt Kosova. Edhe LDK-ja edhe lufta s'ka mujtë mësme përfshi LDK-në, për mësme thonë që luftarët e parë
Komandanti I parë ju që kësë është Ali Cekaj. Prej vitit 91, e ma tutje, ku ju ka nënshtru edhe Adem Jashari, e tutje. Por në qashtet strukturës nuk pohim, por si luft e zhvillume, ku të ka gjetë ty, je mobilizu, dhjet, ke qenë pjesëtari ushtrisë lirimtare të Kosovës, çka mund është më na thonë për kontributin tënd, po edhe të shokëve tu edhe në përgjithësi degës të LDK-s për luftën e fundit? Mundë me thonë që sikur një organizim që e bën ushtria ose një ushtrim kështu të madh, që ashtu edhe në atë kohë LDK-ja ka vepru me rreth organizimeve, o ditë kush mundet me siguru mjete financiare, kush mundet me siguru hapësina për lëvizje. Kështu që gjithmonë në një farë mënyrë kemi qenë, sukur që e përdor pasqyrën, gjithmonë e kemi këshyrë LDK-ja, apo thot, edhe kuptohet lideri I janë që e respektojnë akoma shumë. Edhe sa herë që kemi pak punën mosh, thënë, ai nuk kishë bo kështu, po kishë bo kështu, edhe nështë një lehtësim edhe për neve ka qenë në atë kohë. Për ndryshe, unë si vetë, faktikisht, në qëtë pej LDK-s në organizim për mbijetes. Se nështë mundësit se në konfort, po. A ka përfshi lufta në përgjithësi unikun? Po, përgjithësi. Edhe ka qenë kryesisht mobilizum njerëz, apo jo? Mirë ka qenë, ku ka qenë organizume mirë, edhe nërsh është kur ti e një me temel, për shembull një amtar, ose një bash luftar, ose e nërsh është kur ti takohesh edhe nuk e din kush është, shka është, kështu që besoj që e kemi kalu mirë. Personalisht ke qenë ushtari I ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ke punu. Ku ke vepru edhe cili është aktiviteti yt konkret? Po, aktiviteti jam konkret o kun rreth organizimit kryesisht, adin se tash për shembull dash më shku në për familje, me bisedue, adin se në qoftë se nuk organizohen vetë tu. A ke qenë struktura tu që kësë? A ka pas organizim ku shukon komandante? Po, qëshjo. Po përmenaj disa? Për shembull, jënë konë lagje, se Unik është I damë në lagje, për shembull. Lagja Berish, lagja Gazafer, lagja Qok, lagja Pepsh, lagja Kuqve. Edhe tash, se cilën të lagje, e kemi pas strukturën që adin, sa do këtë pa një organizim e pa mëshmosh me ndëviz. Në betejat e njoftuna të Kosharës, fjala vjen, a ka pas të angazhum për Unikut? Po, për Unikut ka pas shumë, bukur shumë. Bukur shumë ka pas, 1% bukur e mirë ka qenë atje në altë. Atje ka qenë, të më thonë, faktikisht luftë e egrë o konë atje, shumë. Se të u fletë në dishka për kufinja e sanë, edhe ta Serbia dhe kemi çdo kusht me majtë kufinin. Edhe kemi pas lëvizet më në atë kohë edhe në për Unik, se për më shku atje duhesh më shku në për Unik, më ndalë kareka atje që ju thënë në atje, më ndalë atje. Pacatajrë, tash do të vesë për disa personalitete, unë do t'ja u të me emnat, e ti për shkrimin tonë qysh I ke njoftë edhe qysh I vlerëson. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Po, unë do këtë që është ftyra ma shkëlqyse e popullit shqiptar, edhe nështë jemi me fatë që e kemi pas, edhe ka egzistue, edhe ka luftue, edhe ka qëndrue. Ne jemi ballafaqu me luftat ndryshme, me ngatresa ndryshme mirë, po ai ka qenë për mendimin tam nishi. Humanist janë nëna e madhe Gonxhe Bojaxhiu, nëna Terezi. Nëna Terezi. Po, kuptohet. Edhe ajo në veprimin e saj, punën e saj,
aty, të Skënderbeu dhe nështë afër është. Simboli qëndresës Baca Adem Demaci, Edhe ai e ka dhonë atë kontributin e vetë në atë kohën e vetë. Kum pas rastin atë për me nëjë takim, nëjë thamë, dhe më ka interesu kështu, fjallori tine më ka interesu, ka qenë pak bukur popullor kështu. Edhe mendoj që ja vlen edhe ai. një njeri me një pamje moderne, me disa flok të partikulume, me një vitalitet, me një shallë rreth veti, emnin e ka Ibrahim Rugova. Po. Mendimi jëtë për të? Unë, mendimi jam është në superlativ në çdo aspekt për to. Edhe befasia janë ma madhe më ka do shumë i breshta, dhe në kështu, si personalitet, mirë po ai edhe trim kështë qenë. Edhe ka qenë trim. Akuzohet që e ka shmang luftën fillim vitet të 90-ta dhe ka pas dhe me thonën pretendime që me u pasdhez lufta në fillim viteve të 90-ta kishtë ra mirë ma shumë për neve. Tash të si një njeri me një background dhe një biografi çfarë shikuesit ta din tash, cili është vlerësimi jot në këtë aspekt për shmangjet luftës në fillim vitet 90? Unë mendoj që çfarë do vendimi të kish marrë ai, atin, unë e kisha përkrah, po kjo ka qenë e shëndetshme, do të thonë shmangja që ka bo, ka qenë e shëndetshme se për ndryshi sikur të hishim luftë në kohën kur ka hyrë Kroacia dhe Slovenia, problema kun për neve. Edhe qaja shtymje nashta na ka ndihmu shumë. Se ka pas pretendime edhe prej Kroacie, pra një të gjman për me hi na fill. Për frontin e jugut. Po, me na shkel njeve fill, problema kun. Edhe ashtu çdo gjë ka fillu në Kosovë, ka dashur me mbaru në Kosovë. Po. Unë e quj hynit shqiptarisë, edhe është ndërgjegja jonë, familja Jasharin prekaz në krye me kryekomandantin Adem Jashari, vlerësimi jëtë? Vlerësimi jam, për shembull, se dje a jam i denjë për me thonë, adin, se faktikisht për neve një pjesë, adin, familja është mi gjitha. Po, ai, po më do këtë ka qenë, mu e të më qujtë fenomene, se për shembull, me sakrifiku këtë familjen. Me vetë dije? Faktikisht me vetë dije, se ai ka mund. Asgjë nuk ka qenë befasia ty? Ja, i ka meritat të veta, të jashtëzakonshme. 2 fjalë për Albin Kurtin? Albin Kurti, s'po di, një personalitet shumë i dyshimt, që nuk e di qysh me mëna i vetë. Për të arriturat ai që ka në kauzën e vetë të sovranitetit edhe veriun e Kosovës? Jo, veprimet gabueshme të tine. Ti e kini background edhe në biografi, koxa që merë vesh në këto sende, çështjet e aktiviteteve policore këtë. Dhe ti nuk i vlerëson këto? Jo. Pse? Se, çka ka bo e? Po, ai po thotë që tash Mitrovica është e lirë, mund të shkohet, janë hiq strukturat paralele, Radojqiqi nuk o mo aty. Radojqiqi kthehet kur don. Baca Tahir, cili është vlerësimi jëtë rreth LDK-s aktuale dhe një fenomeni që flitet e përflitet që është një konflikt pak i gjeneratave. LDK-ja ka një histori të vetë dej para Rugovës dhe mas Rugovës. A ka një ton kritik për teje, apo si mendon të si e vlerëson që bashkëveprim të strukturave dhe të themi pak gjeneratave të mahershme, të cilat ankohen kryesisht që nuk po e kanë zonën e vetë edhe këshillus ndonjëherë me gjenerata të reja. Si është vlerësimit? Drejt me thonë, e kum pas një mendim të mirë për kryetarin e LDK-s, Lumirin. Mirë po, veprimet e tine, po më doken ndesin shumë për të dëshiruar, pak problem.
Çka s'të pëlqen, fjalë? Pas më pëlqen, për shembull, fjalimi time, pozicioni time, edhe ti rrugova ka qenë nështë bjera fundit e ka valë dhe të një takim, po kur e ka marrë fjallin, kur e ka analizue, s'ki pas, kur gjo s'ki mujt as preshja, pik me nukun. Tahir, një jetë ja ke kushtu Kosovës edhe Shqiptarisë. Sot je në moshë pensionit. E qënë jetën me veprimtari dhe aktivitet që s'nalësh, me një pa e mesa, me një familje të shnosht ondën. Për krejt atë që ka ke bo, sot, a je i knaqën me të arriturat e Kosovës dhe Shqiptarëve në përgjithësi, apo ka halo vend për të dëshiruar? Me përjashtim që situatë fundit që ta është, di që s'u bo kur gjo për shtet, po vish për gjepat vetë, tjetër gjo më doket që nuk o keq. Jërë, situata në qëfarë jemi me kufizohë me problemosh. Në planin e mbrendshëm, qysh e vlerëson në migrimin e njerëzve, daljen e trive jashtë, po na mungojnë tri të Kosovës? Absolutisht s'pëlqen kjo as pak, po edhe vetë jam që familja, unë s'ko mujtë minoni për shembull, djemë të mi. Kanë dalë jashtë. Ata tash e kanë një jetë nashta pak më të mirë këtu, veç edhe punë kanë atje. E kështu që më merr mendja që për shtetin nuk o mirë. Po për shtetin edhe për popullin në shtet. Cila është një porosie jote edhe për trit, edhe për partitë politike, edhe për LDK-n, edhe për partitë tjera në përgjithësi? E keqja më e madhe, që për shembull unë në familjen jashtë, edhe drejt me thonë nuk jam për diaspora me caktue kush me qenë asamblejist, kush me qenë në kuvend, kush me qenë kryetare, kush me qenë drejtare. Këtu, ma mirë njofim na këtu që jemi, që sa ata s'ka din ata. Me këte po do me thonë që roli i mërgatës në përcaktim të sendeve këtu nuk do tjetë aq i theksuar, sepse ata nuk e përjetojnë për ditëshmërinë tonë. S'kam kur gjo kuna i tyne, adin ata mirë bolë, punojnë bashkë, majnë familje, majnë sanë mirë, po në një farë mënyrë nuk për i vlerësojnë mirë këtu. Cili është një mesazh i yti për përgjithësi, edhe për shqiptarët, edhe për LDK-n, edhe për partitë tjera, edhe për qeverinë, për presidentin, prej një njerit që ka merita të mëdha për çështje kombëtare. Cili është porosia jote për krejt në përgjithësi? Pa e po më duket fort detyre e rëndë kjo me folun e adin për. Jo me dhonë një porosi për ta, ti ki përvojat mëdha. Cili është ai antar i këtij shteti që nuk ja do të mirë këtij shteti, edhe e sheh jetën e vet këtu, e sheh familje, se tash e keqja më e madhe si në një farë mënyrë o shpraz shumë popullata ka dalë jashtë. Dhe mesazhi yt është mos me lëshu Kosovën, po. Pa mirë i shkonë që ashtu, po unë nuk më i... Se mos me thonë, po ti tuje, ti je veprimtar. I qenë gabime tjera i bën adhin, ai dhe kështu që nështë si popullat në një farë mënyrë pjekën ma shumë këta që dalin jashtë, adhin se janë para matjeve, edhe kështu që a mërmenja shteti Kosovës, inshallah, e merë rrugën e marë. Tahir Mehmet Isufaj, jarani jam, miku jam, veprimtari dallum. Pse nuk je veteran i luftës? Nuk është fajtor kukush për atë punë, unë drejt më thonë e kom vlerësue që unë muna me jetue adin i kom afro pensionit, e sa do më thonë nuk kom dasht. Pse? Ti ke marrë pjesë në luftë? Unë kom marrë pjesë. Çështja e veteranit do të thotë një thirrje, një mirënjohje, nuk ka një përfitim. Jo, më shka shku këtu. Çka është arsyeja? Tregon arsyeën për publik. Duhet me ditë pse ti e kini zo protestues, ti e kini kritikë të brendshme që s'pe thuje. Unë po thëmë, nuk kem koni pajtimit për me domtue kosën e shtetit.
Po, ti mundesh me qenë veteran edhe s'merë kur gjë. Po, Thirrja e veteranit është një mirënjohje, një identifikim. jo, ma këtu veç që këshurin a ka na i lek. Edhe s'ke dasht mu barazu me Ja. të tillë. Ja. As i kërkesë se kumë bërë. Plët më kanë thonë një dashë. Po më do këtë ma mirë kështu. Tani me tregu të vërtetën, ky çështja e veteranit luftës i kam përfshi edhe disa punëtor të mi që i kom pas në presidencë kohën e Ibrahim Rugovës. Dhe shumica kanë marrë dhe janë. Udhëheci tyne, komandanti tyne, që është Adnan Mirovci, ka refuzu. Ne këtu jemi bashkë, por arsyet e mia janë tjera, tuat janë tjera. Unë nuk e konsideroj veten që kam marrë pjesë në luftë drejt për drejt dhe se quj veten veteran. Unë kam marrë pjesë në diçka tjetër, që e ka vendin e vetë, por jo veteran i luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mendoj që ishte dashur kështu me vepru edhe ata të tjerë, por ja që njerëz kanë vepru. Fillimisht ligji nuk është adekuat dhe ligji i ka leju këto gjana dhe ligji është miratu për do interesa që s'po du ta shmëlqu, po megjithatë unë kam pak kënaqësi në këtë aspekt. Edhe këtu, po flisë shumë që ka mu bisedu, ka mu marrë vesh atë, po këtu e keqja ma madhe është si një pjesë edhe dinë edhe me emne me mbi emne që kanë marrë lek, kanë marrë pare për mja këthy si pozitive dhe një interes edhe financiar është tu i keqë. Tahir, miku im i mirë, Zoti ta dha shnetën e ta rujt familjen, e trujt, e shumë falenderit për këtë bashkëbisedim. Falenderit edhe për teje që këni marrë këtë rrungë dhe drejtën më thonë najherë edhe për qef marrë të mirë. A bojmë në sparing, që shtu me civilka, i kem stilet e ndryshëm. Paj, me lëndu njërë një tjetër se këshim lëndu. Po, në kontrol. Në kontrol. Falenderit shumë, Jaron. Shumë falenderit. Falenderit. Shikues të nderuar, Tahiri, miku im, nipi i gjyshit Tahir dhe djalë i vetëm i prindërve babës Mehmet dhe nënës Mone, ka 2 motra, Gjylen dhe Zepin. Baca Tahir është familjar i mrekullueshëm dhe me bashortën zonjën Mihone kanë 3 fëmijë, djemt Mehmetin dhe mentorin dhe vajza Jeta. Baca Tahir me zonjën Mihone kanë edhe 7 nipa e mbesa. Është njeri shembull i modestisë dhe i parëmbimit nga fama apo aspekti material. Ai sot është njeri i vlerësuar dhe i respektuar nga Joniku dhe të gjithë që e njohën. Pa çnet dhe veç gëzime në familje e mitësi miku im i mirë profesor Tahir Isufaj. Zoti trujt ty dhe mbar familjen. Shikues të nderuar, një falenderim, një nderim dhe një mirënjohje për veprimtarin e Jonikut Agim Maka, i cili ka ndruar jetë kohë më parë. Agimi ishte një veprimtar i dalluar dhe ishte një bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit Rugova. Ai la emën, la porosi dhe la kontribute pashlyera për Jonikun, po dhe për mbar Kosovën. Shikues të nderuar, pini ujë Rugove, hani vi pa qips, udhtoni me fibulla dhe njëkohësisht falenderim për kompaninë Medika. Emisionet i keni në KTV çdo të shtunë në ora 21 dhe të nesërmën reprizat nga ora 17 dhe në YouTube Fakte me Adnan Mirovcin. Bëjeni subscribe këtë kanal. Mirupafshim. Fakte me Adnan Mirovcin përkrahet nga ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna ndërtimi dhe Medika.